dy shok që nuk duhet kur t'i humbasësh në jetën tënde, për të cilët duhet të ndërtosh për ta një pallat në zemrën tënde. I pari, ai që të toleron, të ndihmon, të këshillon, është afër teje çdo herë kur je nervoz, kur ke ankth, kur je i mërzitur, të ndihmon që të dalësh nga problemet dhe të lashët. Dhe i dyti, kur të tjerët folin keq për ty, të mbron kur ti mungon, kur nuk je afër me të, nuk je prezent me të, atëherë kur të tjerët folin keq për ty, ky të mbron. Këta janë dy shok më të mirë për të cilët duhet ndërtosh një vendlindje në zemrën tënde.